Publikohet biseda e Armelës së Big Brother me reperin shqiptar. Ditën e djeshme u fol në media për një lidhje të mundshme të Armelës me reperin Noga, pasi dyshja janë parë së fundmi bashk. Ende pa konfirmuar nëse mes tyre ka diçka apo jo, ka plasur sheri. Noga i ka shkruar Armelës se e ka shitur veten dhe se ai ja blen imazhin, ndërsa ish banorja ja ka kthyer përgjigjen duke e postuar bisedën në Insta Story, duke mohuar ta ketë pasur më shumë se shok Nogën. Ha, më ke bërë blok, por s'mandjen, të gjithë e din që ke qenë tek unë dhe të kam pasur. Je shumë jo origjinale, ti e shite veten për asgjë, unë ta blej imazhin, shihe sonte në media kur të dalin këto, skandal, ka shkruar reperi. Ndërsa Armela i shkruan: kur nuk pranon ta kesh më shumë se shok, e jo më të martohesh me djaloshin e vogël. Ha gugu, i kam 200 për të rritur, s'do i bëj 3, rritu vet, ik më bli fara tani, i shkruan ajo.